Benita dhe Klodi përfshihen në një debat të fortë që shfaqet papritur dhe tensionon atmosferën në shtëpi. Që në momentin e parë, Benita duket e vendosur dhe e fortë, ndërsa Klodi përpiqet të mbrojë qëndrimin e tij. Të dy ndjen të sfiduar dhe fjalët që ndahen janë të mbushura me emocione të forta dhe pa kënaqësi të grumbulluara gjatë ditëve të kaluara. Benita nis debatin duke i thënë Klodit të rrijë larg Elionës. Zëri i saj është i lartë, i prerë dhe i vendosur, duke bërë të qartë se nuk do të tolerojë më afërsinë e Klodit me Elionën. Ajo e paralajmëron me insistim, duke thënë se qëndrimi i tij pranë Elionës po shkakton probleme dhe po e acarojnë shumë situatën brenda shtëpisë. Ajo vazhdon duke kujtuar incidentet e mëparshme dhe momentet kur Klodi dhe Eliona kanë kaluar shumë kohë bashkë. Benita thotë se kjo nuk është thjesht një lojë apo qejf, por se ka filluar të ndikojë tek emocioni i saj. Ajo shton se qëndrimi i Klodit pranë Elionës po e bën të ndjehet e lënduar dhe e inatosur, dhe se nuk mund të qëndrojë pa reaguar. Benita e thekson se nuk është e vetmja që është prekur nga kjo situatë. Ajo përmend Selinën dhe thotë se edhe ajo u çmend nga sjelljet e Klodit dhe Elionës, duke sugjeruar se afërsia e tyre po krijon tension tek të gjithë brenda shtëpisë. Për Benitën, kjo është një situatë që ka dalë jashtë kontrollit dhe kërkon të vendosë limite. Klodi përpiqet të përgjigjet, duke thënë se nuk ka bërë asgjë të keqe dhe se nuk është arsye për të ndier xhelozi apo acarim. Ai shpjegon se shoqëria dhe miqësia me Elionën nuk do të thotë diçka më shumë, por Benita nuk e pranon këtë arsyetim. Ajo e ndërpret disa herë dhe e sfidon të pranojë se afërsia e tij ka krijuar një problem. Debati zgjat dhe tensioni rritet me çdo minutë. Benita e quan situatën të papranueshme dhe e këshillon Klodin të distancohet për të mirën e të gjithëve. Ajo shpreh qartë se nuk mund të lejojë që ky problem të vazhdojë dhe se nuk do të heshtë kur ndjenjat dhe respekti i saj janë në lo. Ja. Gjatë bisedës, emocionet e Benitës janë të dukshme. Ajo ka sytë e kuq nga tensioni dhe zëri i saj tregon një përzierje të zemërimit dhe zhgënjimit. Për të, kjo nuk është thjesht një diskutim i zakonshëm, është një përballje për të mbrojtur kufitë e saj dhe ndjenjat e saj të lënduara. Klodi përpiqet të mbrojë veten dhe të shpjegojë se nuk ka asnjë qëllim të lëndojë askënd, por Benita nuk dorëzohet. Ajo vazhdon të përsërisë se duhet të rrijë larg Elionës dhe se është momenti që të tregojë respekt për të dhe për ndjenjat e njerëzve të tjerë në shtëpi. Banorët e tjerë përqendrojnë vëmendjen tek debati. Disa shikojnë me shqetësim, të tjerë duket se janë të tensionuar nga intensiteti i fjalëve. Atmosfera bëhet e rëndë dhe emocionet përhapen në të gjithë ambientin, duke e bërë momentin edhe më dramatik. Në fund të debatit, Benita përsërit edhe një herë mesazhin e saj. Klodi duhet të qëndrojë larg Elionës dhe të respektojë ndjenjat e saj. Ajo thekson se nuk ka kuptim të vazhdojë. Klodi dhe Ludo përfshihen në një debat të ashpër që shpërthen papritur dhe përhap tension në të gjithë ambientin. Që në momentin e parë, mënyra se si Klodi i drejtohet Ludës tregon se situata ka kaluar çdo kufi dhe se mes tyre ka një grumbullim të madh pakënaqësish që tashmë dalin hapur. Klodi e nis debatin me tone shumë të forta, duke e akuzuar Ludon drejt për drejt. Ai i thotë se për të, Ludo është njeriu më i keq në shtëpi dhe se sjellja e tij nuk është e pranueshme në asnjë aspekt. Sipas Klodit, Ludo nuk meriton asgjë nga ajo që po ndodh në shtëpi, as respekt, as mbështetje dhe as mirëkuptim. Ai vazhdon duke thënë se kudo që shkon, Ludo krijon vetëm probleme dhe përçarje. Klodi shprehet se Ludo gjithmonë përpiqet të luajë rolin e të drejtit, por në realitet, sipas tij, është personi që dëmton më shumë të tjerët me fjalët dhe veprimet e tij. Ai thekson se çdo debat ku përfshihet Ludo përfundon në konflikt dhe tension. Toni i Klodit bëhet gjithnjë më agresiv, ndërsa ai përsërit se Ludo është njeriu më i keq që ka njohur aty brenda. Ai thotë se Ludo nuk ka asnjë vlerë si shok, si banor dhe si njeri. Sipas tij, Ludo vetëm sa shkatëron marrëdhëniet dhe prish qetësinë e të gjithëve. Ludo përpiqet të reagojë, por Klodi nuk e lë të flasë lehtë. Ai e ndërpret vazhdimisht dhe vazhdon me akuza, duke thënë se Ludo nuk meriton asnjë mundësi dhe se gjithçka që bën është e shtirur. Klodi shprehet se Ludo sillet sikur është i fortë, por në të vërtetë, sipas tij, ai është i dobët dhe i pasinqert. Atmosfera bëhet gjithnjë më e rëndë. Banorët e tjerë afrohen dhe ndjekin debatin në heshtje.
Disa duken të habitur nga ashpërsia e fjalëve të Klodit, ndërsa të tjerë ndihen të parehatshëm nga tensioni që ka mbushur dhomën. Askush nuk ndërhyn, pasi situata duket shumë e ndezur. Klodi vazhdon duke thënë se Ludo nuk ka bërë asgjë të mirë që nga fillimi dhe se gjithmonë ka vepruar me qëllime të këqija. Ai akuzon se përdor njerëzit për interesin e tij dhe se nuk ka sinqeritet në asnjë marrëdhënie. Sipas Klodit, Ludo vetëm sa manipulon situatat për të dalë vetë mirë. Ludo më në fund arrin të flasë dhe përpiqet të mbrojë veten, por Klodi nuk ndalet. Ai i thotë se fjalët e tij nuk kanë asnjë peshë dhe se askush nuk duhet t'i besojë. Klodi e përfundon duke theksuar edhe një herë se për të Ludo mbetet njeriu më i keq dhe se nuk meriton asgjë nga kjo eksperiencë. Debati zgjat për disa minuta, me tone të larta dhe emocione të forta. Asnjëri nuk lëshon pe dhe tensioni mbetet i pranishëm edhe pasi fjalët mbarojnë. Atmosfera në shtëpi mbetet e rënduar, ndërsa ky përballim shënon një pikë të fortë thyrjeje mes Klodit dhe Ludës. Ky debat kthehet në një moment të fortë, ku fjalët e rënda dhe akuzat personale nxjerrin në pah konfliktin e thellë mes tyre dhe lën pas një ndjesi të fortë për çarje që ndihet nga të gjithë. Ludo dhe Klodi përfshihen në një debat të ashpër, i cili nis papritur, por shumë shpejt kthehet në një përballje serioze që tërheq vëmendjen e gjithë shtëpisë. Atmosfera është e tensionuar dhe çdo fjalë që thuhet rëndon edhe më shumë situatën. Ludo duket i revoltuar dhe i vendosur të flasë hapur, ndërsa Klodi mban një qëndrim mbrojtës dhe nervoz. Ludo e nis debatin duke e akuzuar Klodin drejt për drejt, duke i thënë se sjellja e tij ndaj Elionës ka kaluar çdo kufi. Ai shprehet se Klodi e ka kërcënuar Elionën dhe se kjo gjë është e papranueshme. Sipas Ludës, mënyra se si Klodi i është drejtuar asaj e ka bërë Elionën të ndihet e frikësuar dhe e pasigurt brenda shtëpisë. Klodi reagon menjëherë duke mohuar akuzat. Ai thotë se nuk ka kërcënuar askënd dhe se gjithçka po egzagerohet. Megjithatë, toni i tij i lartë dhe reagimi i ashpër nuk e ndihmojnë situatën. Ludo nuk tërhiqet dhe vazhdon të insistojë se ajo që ka parë dhe dëgjuar nuk mund të mohohet. Ludo shprehet se Eliona ka frikë dhe se kjo frikë është e dukshme në sjelljen e saj. Ai thotë se ajo është mbyllur në vetvete, është bërë më e heshtur dhe më e tërhequr që nga momenti kur ka pasur përplasjet me Klodin. Sipas tij, kjo është një shenjë e qartë se diçka serioze ka ndodhur dhe se Eliona nuk ndihet e sigurt. Debati ashpërsohet edhe më shumë kur Ludo i thot Klodit se sjellja e tij po ndikon negativisht tek të tjerët dhe po krijon frikë e presion emocional. Ai i akuzon se po përdor fjalë të rënda dhe tone kërcënuese për të dominuar situatat. Këto akuza e bëjnë Klodin edhe më nervoz. Klodi përpiqet të mbrojë veten duke thënë se Eliona po e luan rolin e viktimës dhe se Ludo po flet në emër të saj pa e ditur të vërtetën. Ai shprehet se konfliktet mes tyre kanë qenë vetëm debate verbale dhe se askush nuk ka pasur arsye të ndihet i frikësuar. Megjithatë, mënyra se si ai flet e tensionon edhe më shumë bisedën. Ludo e ndërpret dhe i thotë se frika nuk krijohet pa arsye. Ai thekson se kur një person ndihet i kërcënuar, kjo është diçka serioze dhe duhet marrë parasysh. Ai shprehet se Eliona i ka treguar se është ndjerë e pasigurt dhe se ka pasur momente kur nuk ka ditur si të reagojë përballë Klodit. Banorët e tjerë fillojnë të afrohen dhe të dëgjojnë debatin. Heshtja e tyre e bën situatën edhe më të rëndë. Disa shikojnë me shqetësim, të tjerë duken të habitur nga akuzat. Tensioni ndihet në çdo cep të shtëpisë dhe debati vazhdon pa ndalim. Ludo i thot Klodit se duhet të marrë përgjegjësi për fjalët dhe veprimet e tij. Ai e paralajmëron se sjellje të tilla nuk janë të pranueshme dhe se askush nuk duhet të ndihet i frikësuar në atë ambient. Ai flet me tone të forta, por të kontrolluara, duke treguar se është serioz në atë që po thotë. Klodi, nga ana tjetër, ndihet i sulmuar dhe thotë se po i bëhet padrejtësi. Ai shprehet se po gjykohet pa prova dhe se çdo gjë po kthehet kundër tij. Ai thekson se nuk ka pasur qëllim të frikësojë askënd dhe se gjithçka është keq interpretuar. Debati zgjat p. Alba përfshihet në një përballje të fortë me Labin, në një moment kur emocionet e saj janë ende të ndezura pas largimit të Limit nga shtëpia. Që nga fillimi i bisedës, ajo duket e tensionuar dhe e mbushur me zemërim.
Zëri i saj është i ngritur dhe i prerë, ndërsa qëndrimi tregon se nuk është e gatshme të dëgjoj komente që prekin limin. Situata përshkallëzohet shpejt. Alba i del përballë Labit dhe i kërkon me insistim të mos flas ashtu për limin. Ajo shpreh hapur se nuk pranon që dikush ta ul apo ta gjykojë njeriun që ajo e konsideron të rëndësishëm për jetën e saj. Fjalët e saj dalin me forcë, sepse për të kjo nuk është thjesht një debat, por një çështje zemre. Alba thot me vendosmëri se limi është dashuria e saj. Ajo thekson se, edhe pse ai është larguar nga shtëpia, ndjenjat e saj për të nuk kanë ndryshuar as pak. Përkundrazi, largimi i tij vetëm sa i ka bërë ato më të forta. Ajo e shpreh qartë se për të, limi mbetet i saj, pavarësisht se nuk ndodhet më fizikisht aty. Në fjalët e Albës ndjehet një përzierje dhimbjeje, mbrojtjeje dhe krenarie. Ajo i thot Labit se nuk ka të drejtë të flas keq për limin, sepse nuk e di çfarë kanë kaluar ata bashkë dhe sa shumë e ka mbështetur ai emocionalisht. Sipas saj, askush nuk mund ta kuptojë lidhjen e tyre nga jashtë. Debati bëhet gjithnjë më i nxehtë. Alba përsërit se nuk do të lejoj askënd të njollos figurën e limit. Ajo thot se, edhe pse ai u largua, kjo nuk do të thotë se ndjenjat u shuan. Për të, limi mbetet një pjesë e saj dhe askush nuk mund t'ia marrë këtë. Labi përpiqet të reagojë, por Alba nuk tërhiqet. Ajo e mbron limit me çdo fjalë, duke thënë se ai nuk është ashtu siç përpiqen ta paraqesin disa. Ajo e quan limin njeriun që i ka dhënë ndjenja të vërteta dhe që e ka bërë të ndihet e rëndësishme, edhe në momentet më të vështira brenda shtëpisë. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe ndalen për të vëzhguar përballjen. Atmosfera bëhet e rëndë dhe e ngarkuar emocionalisht. Alba vazhdon të flasë me lo. Të në sy, por me zë të fortë. Ajo thot se limi, edhe pse nuk është më aty, mbetet dashuria e saj dhe se kjo është diçka që nuk do të ndryshojë lehtë. Në fund, Alba e mbyll debatin duke e bërë shumë të qartë qëndrimin e saj. Ajo i thot Labit se duhet të respektojë ndjenjat e saj dhe të mos flasë më për limin në atë mënyrë. Për të, kjo histori nuk ka mbaruar dhe zemra e saj nuk e ka lënë pas atë lidhje. Pas këtij momenti, Alba mbetet e emocionuar dhe e lodhur. Ajo tërhiqet pak më vete, duke reflektuar mbi gjithçka që ka ndodhur. Ky përballim shënon edhe një herë se sa e fortë është lidhja që ajo ndjen për limin dhe sa larg është e gatshme të shkojë për ta mbrojtur atë, edhe kur ai nuk është më pjesë e shtëpisë.